emision mundësohet nga ISP Broadcast. Të nderuar shikues, përshëndetje kudo që na ndjeni. Kosova përfundoi rrethin e parë të votimit në pritje që në muajin e ardhshëm të mbarojë gjithë procesi i votimit dhe për ballotazhin e shumicën e komunave të Kosovës për kryetar komunash. Tashmë është në fund procesi i numërimit nga ana e Komisionit Qendror të zgjedhjeve për anëtarët e kuvendeve komunale në nivel vendi. Është një betejë e jashtëzakonshme që bën asamblesët në nivel vendi për gjitha komunat e Kosovës, që vërehet një dallim midis votës që dha njerëz për kryetarin e komunës dhe për votën e asamblesë. Partia e kryeministit Kurti po vijon ende të vazhdoj betejën për qytetin e Mitrovicës së jugut. Dhe pritja ishte që zoti Fatun Peci fitoj mbase pa balotazh atje, por ardha ngare Arjan Tahirit lëvizë gjitha projektimet. Kritikët thonë që investimet që ka bërë zoti Kurti duke vendosur 2 ministra për kryetar komunash, atë të bujqësisë zotin Peci për Mitrovicën të Jugut dhe kandidimin e zotit Tahirullah Çeku për Prishtinë, votimi nuk përmbushi pritjet e zotit Kurtit për krahasim me investimet që kishte bërë dhe po bën Kurti talëzëm me kauzën për shtirimin e Veliut, për një Prishtinë ndryshe e të tjera. Në raport me investimin e madh që bëri, nuk janë ato pritje që i kishte zoti Kurti nga vota që mori në rrethin e parë të votimeve. Megjithatë, në 3 komuna, partia e zotit Kurti doli pa balotazh, siç është Podjera, 2 komuna tjera periferike, siç është Shtimja, siç është dhe komuna tjetër e Kamenicës, arriti të jetë në balotazh në 9 komuna të tjera, trajtohet si një lloj fitore. Në raport edhe me PDK-n, pritja e kësaj partie ishte që ketë prezencë më të madhe të votës popullore. Nuk duket se nuk e ka humbit drena si një prej bastioneve kryesore të PDK-s. Kritikat në janë në rritje për zotin Krasniqi, si u bë që ta konstruktoj politikisht një vendimarrje të tillaj me kryesin që të humb njërin prej bastioneve të saj. Është në 6 komuna të tjera në balotazh. Lidhja Demokratike po ashtu nuk arriti të marrë fitore substanciale në Prishtinë, humbi për herë parë pas 25 vitesh fush Kosovën, duke u renditur kandidati Besnik Osmani si i dytë në raport me vetëvendosjen. Obiliqi po ashtu dhe fitoi Lipjani natyrisht pa balotazh, ashtu siç PDK fitoi një prej komunave të mëdha, siç është Ferizaj, nuk fitoi LDK me rrethin e parë me zotin Gazmend Muhaxhiri. Thjesht ende nuk ka bilans të saktë se kujt mund të themi fitues e kujt humbës i madh. Kanë ftuar për një intervistë mbi analizën zgjedhore kryeredaktorin e gazetës Insider, një prej milionave të rëndësishme pa diskutim në vendin Visar Duriqi. Duriqi, faleminderit për kohën. Duriqi, kujt mund t'i themi fitues e humës në këto zgjedhje në rrethin e parë? Pa shmang shumë, pavarësisht se nuk është shumë populiste me thonë, mund me thonë që vetëvendosja është fitues i këtyre zgjedhjeve, për shkak se muhabetet e zgjedhjeve, edhe qofshin nëpër studio, qofshin janë studio, kanë qenë që deri në atë masën se vetëvendosja ka me ma keq se PSD-ja. Edhe tash vetëvendosjen e ki me 3 komuna të sigurta, Gjilanin potencialisht me votën e diasporës mundet me pas edhe ato pa balotazh, potencialisht në 9 komuna tjera që edhe ato 5 mundet me i fitu. Në overall me përmbledh është vetëvendosja është fituese e zgjedhjeve lokale. Për ju vetëvendosja? Vetëvendosja sepse realisht nuk matet, më përshën njerëz po mënojnë të ankohen do varet statistika, jo nuk ka marrë në kuvende komunale këto. Komunat maten me kryetar. Kuvendi komunal kryetarit praktikisht i vyn një herë në vit për çat buxhet me kalu. Edhe atëherë s'është e zorshme një 2-3 vena të punës me janë rrish një asambleistit edhe qoftë edhe i partisë të kundërt që është në opozitë ta jap votën sa me kalu çat buxhet, sa ata tutën me shku në zgjedhje. Se momentin që s'kalon buxheti nuk shkon kryetari në zgjedhje, por shkon në kuvendi komunal. Kështu që e rëndësishme në komunë është me pas kryetarin. Në Prishtinë ka pasur mjaft situata kritike zoti Rama në këtë mandat që përfundoi thujse për 4 vite. Po. Duke pasur polemika, situata kontradiktore me ato koalicionet me PDK-n e tjera, prishja kështu me radhë, nuk siguronte vot në asamble për projekte siç thonë strategjike, por
me qënë se nisëm me vetëvendosin, duke që ka qenë tike fitoria në Prishtinë me një votë më të madhe tasëm Duriqi për kryetarin, këtëra zotin kandidatin Sodi Qeku, për zotin Peci në Mitrovic, dy komuna ku shihet që zoti Kurti vetë ka investuar shumë, duke vendosur fillimisht 2 ministra për gati. Për të dyja komunat, nëse janë nisur për Prishtinën, nuk është e largë që vetëvendosja monet me rikthy Prishtinën. Për shkak se nëse bazohemi në herën e fundit, kandidati i dytë ka dalë i pari, pra zotni Rama ka qenë kandidati i dytë dhe i vetëvendosjes ka qenë i pari, dhe mund të përsërit situata e njëjtë edhe tash. Qeku që është i dytë me mbështetjen e PDK-s dhe njerëzve tjerë që mund me kanë edhe që s'kanë votu për një kandidat caktuar, ose kanë votu për Orhan Ismail ose dika tjetër, Bek Berishën mund më kthy te votat e vetëvendosjes, pra nuk është e lartë më që vetëvendosja mundet me e kthy. Pa parashikueshme. Po, mundet me e kthy, bile gjasat po mendoj që në balotazhe se kemi pa historikisht, gjasat shpesh herë kanë më shumë i dyti se sa i pari. Për shkak se i pari fillimisht e merr një fal garancioni që dola i pari dhe nuk punon shumë, nuk e ka motivin e njëjtë me dytin, edhe personat që mesin jashtë garës, si në këtë rast zotni Ismaili, zotni Bek Berisha e tjera, kanë tendencë më kthy me bashkëpunu me dytin edhe jo me të parin që i qiti për garës. Jo që shumë njerëzit fort i dëgjojnë në balotazh, për shkak se në balotazh ki problemin më të madh fillimisht qysh me bin njerëzit me dalë në zgjedhje, se pi bie shpesh. Kjo do të jetë sfidë. Pra, mendoj që sfida më e madhe ka me kanë qysh me bin njerëzit me dalë në balotazh, sesa për me votu, po dy komuna që mendoj që vetëvendosja ka gjasat ka gjatë mira me kthy është Mitrovica e Jugut edhe Prishtina. Dhe në komuna tjera prapë mund të pas befasi, për shkak se gjatë kësaj periudhe kena Gjilanin duket se ka të sigurt. Unë mendoj që Gjilanin domethënë sa kam po tendencë, domethënë ritmin e numërimit votave dhe sa janë me pak vota që vijnë për diasporës, Gjilani mund të më shkojë ai pa balotazh. Për shkak se diaspora e Gjilanit voton për vetëvendosjen. Domethënë komuna që kishte vetëvendosje. Ana Morova thuj se e kanë në Bastian Vetin tash vetëvendosja. Secila parti e ka kaj Bastian, Akoja, Dugaxhinin, PDK-ja Drenican, Prishtinë, Gollak, Llap, kanë menulë DK-ja që e kanë Bastian Vetin, po ju ka hupo, megjithatë Ana Morova është e kriju si Bastian vetëvendosja. Gjithë atë rajon, gjithë atë rajon për shkak se o të pakën një edhe njerëzit prej atje, që edhe të redje prej aseane, keni një farë tendencë kështu me ndryshu në kuptimin, jo në kuptimin për shkak mos me kanë strikt gjatemi tash pa dash me u tall, po sikur Drenica që 25 gjatë menuin që veç PDK, apo nuk keni qenë dikur me PDK, tani keni ndërruar me LDK, domethënë një habitatin e zhurshëm i votës. Po ju jeni pak më fluid, nuk jeni kështu rigjid, me thonë veç me çit parti dhe pikë. Këtë është një këtë tendencë, këtë pritje që vetëvendosja Ana Morova. Ka më bëu domethënë që shtu zonë. Asnjëherë domethënë si analizë kështu. Si vota po shkon. Po mendoj që Ana Morova është të kriju si Bastian Vetin vetëvendosja. Domethënë me kryetarët atje që i ka, edhe i ka qitë edhe njerëz të ri, nuk është ata kanë pas skandale financiare si çdo komunë tjetër. Po ideja është që a kanë po njerëzit pak ndryshime në veçanti në Gjilan. Jo, po kanë po edhe ndryshime në investimin në Gjilan, kanë po. Domethënë kanë po qoshin ato mënyra që është dhënë tenderi kanë herë është me rëndësi për prokurorinë edhe mediat, por për qytetarin është me pa asfaltin. Bilanci. Me pa asfaltin. Po. Po LDK-n e zotit Abdigjiku. Mendoj që si keni observuar në këtë gjë? Mendoj që LDK-ja çka është duk për jashtë është që çike far fasada e rrajshme e LDK-s që jena bashkë. Domethënë nuk është që jashtë nuk e ndalë që janë bashkë, po mbrana nuk e dim sa janë bashkë LDK-ja. Fakti që fush Kosovën një Bastian 25 vjeçar, gjysmë çerek shekull e kanë gati për me humb, tregon ka gjë shumë që LDK-ja në qendër nuk është që është interesu fort për LDK-n në për komuna. Ku e keni vrejtur fokusin në Abdigjiku në këtë zgjedhje? Mendoj që nuk është përblyer në mënyrë ai fokusit tim. Unë nuk më duket që zotni Abdigjiku e kanë po shumë të okupuar le të them me idenë që më jeni mu veç komunave dhe me shku që ka bo zotni Kurti. Ka bo ka i foto, po nuk është që kemi po që ai për shembull me dalë në për debate dhe me thonë që le themi në qeverisjen peje kena shumë mirë, me mbrojt më bo me një farë avokati i Muhaxhirit ose me shku më bo një avokati i LDK-s fush Kosovë. Që të bëme në avokatit i kemi po të Kurti, po nuk e kemi po as të Krasniqi, as të Abdigjiku.
E kryetari i partisë do me bë avokatin e kandidatëve të vetë që i ka nëpër gara. Kështu që te Abdi Xhiku e kemi po. Mendoj që në LDK është ka ndodhur diçka e A do mbrëmshme. ta sfidoj Abdi Xhikun një fitore mundshme e zotit Hajrullah Çeku në Prishtinë ta zonë. Meqense Të LDK dytë fush Kosova, Obiliqen është habitat pak a shumë. të dy opozitorët e red janë në rrezik për me sfidu. Jo, të dytë janë në rrezik për mos sfidu pimrana nëse nuk ndodh para zgjedhjeve nacionale që po pritet me kandidaturë, mas zgjedhjeve nacionale të dytë kanë mos sfidu. Edhe Krasniqi, edhe Abdi Xhiku. Për shkak që pak le themi po do jevën. Shubon që po do jevën me ta marrë pa balotazh vetëvendosja, nëse të e keni njëri të fuqishëm të asoj zonës siç është Agën Velio, pa marrë parasysh ato gjunohet e tina, edhe i ke jashtë vendimarrjes të LDK-s. Është gabim direkt i Abdi Xhikut. Për që gabim direkt i Abdi Xhikut për shkak që sa kemi po Abdi Xhikun në publikaj, veç që sheh vetin që kam rrinj diçka për shkak që kryetari i LDK-s. Kështu që nëse dikush mjaftohet me faktin që kryetari i një partie opozitare edhe nuk e sheh asanër vetin si kryeministër, fakt si vyn partisë opozitare. Dhe nga brenda shihet që ka njerëz të pakënaqur me Abdi Xhikun, që mund me kërku një kongres të përgjithshëm edhe me ndryshu. Një që mund me ndodhë me Krasniqin, mas situatës ndërënas. Te analiza për PDK në observimin, shikimin tuaj Duriqi, duket që bilanci i rrethit parë votimeve dhe fitoria pa balotazhe zotit Ramiz Ladrovsi ka vënë në pikë pyetje gjithë të ardhmen sipas vetë kritikëve të zotit Krasniqi në krye të PDK-s. E shihni në pikë pyetje, si shihni rezultatin? Kush është gabimi kapitali, nëse mund ta them gabimi kapital, lëshimi kapital i zotit Krasniqi? Dy partitë e mëdha opozitare për momentin, më thonë shkirë se nuk kanë leadership, kanë menaxhment. Domethënë LDK nuk kanë leadership, si kur ka qenë zotni Thaçi ose zotni Veseli ti ke mujt me thonë që PDK-ja ka leadership, ka lider. Kur ka qenë Isa Mustafa ose të tjerë në LDK ke mujt me thonë që kanë kryetar, kanë njerëz kryetarit. Për momentin sot ki në PDK, në LDK menaxhment, sikur BÇK-ja kur e zën ai kompani të bësh shumë dallavere, ia çon ka një administrator. Domethënë nuk është drejtori i kompanisë, por është administrator. Edhe duket që PDK dhe LDK për momentin janë me administrator. Dhe fakti që dy partitë e mëdha opozitare realisht a ke nidin e ikon në për mitingje të thonë Abdi Xhiku, Krasniqi, nuk është që janë lidera tipik, më shumë duken menaxhera të dërguar për me menaxhu një farë situatë krize. Pak a shumë sikur shoh kryeministri kujdestar për momentin, edhe këta janë kryetar kujdestar të partive tyne. Kështu që të dytë i shoh rrezik për me javë marrë fronin dikush për Imrana në këtë rast në PDK. Është një rebelim thojza. Rebelimi është i dukshëm në PDK te ke zotin Ramiz Ladrovsi që e fiton ndërnosin pa balotazh, edhe njëri për njerëzit më të fuqishëm të PDK-s, siç është kryetari Ferizajit, quhet Jauran. I thot aset i PDK-s. Edhe Jauran. Po që nëse kryetari njëri për njerëzit që gjithë e fiton gjithë e fiton Ferizajin pa balotazh dhe është njëri fuqishëm i PDK-s, Jauran dikuj që s'është në PDK, është një farë shajë që këmë ndodhë. Po i numëroni se kur këta dy kryetar, Krasniqi e Abdi Xhiku, mund përballen në llogaridhënie. Në llogaridhënie edhe të dy partitë opozitare më janë nisë me pas kryetar. Këta zyrtarisht nuk është zënien si kryetar, po nuk duket për jashtë që janë kryetar, domethënë është. Të dy prej tyre nuk është që përfaqësojnë çaq shumë me partitë që i drejtojnë. Janë dhe farë teknokrat kështu, na nuk kena më rjalon në nivelin kur e kemë përballë një parti siç është Vetëvendosja që ka lider shpirtërore, dikush që i thet babe, profete, qa dush, edhe përballë i ki do teknokrat që e kanë orar të punës. Është pa mundër me ball kurtit në çfarë situatë. Edhe këtë rezultat Duriqi, ju me sa po e shoh, po aludoni se është kryekpot merit e këtyre kandidatëve që garuan për kryetar komunash të dy partive, jo pse liderët kryetarët e partive investuan për ta kapitalizuar fitoren. Unë nuk e kam po as Abdi Xhikun as Krasniqin të dalë me bë avokatin e Najanit, edhe për kryetarëve që i kanë pasur në pushtet. Për çka të keq që kryetari i partisë me dalë me thonë le të themi Gaz Mahaxhiri ka punuar shumë mirë, ka bërë këtë sukses, me dalë me insistumi ju shkuna për studio.
Me thonë, po du me ardhë me fol me mbrojt kryetarin tem. S'është që e kem pa qitë narracion, e të njëjtën e kemi pa të bë Kurti. Të dalë me mbrojt kryetarët e vend, po do jev, kryetarin madje në shtime, kryetarin Gjilan, Mitrovici ishte shumë aktiv. Mitrovic ishte tepër aktiv, po megjithatë del ke i mbrojtje njerëzit që dihet në mënyra që ishin bërë. Edhe kur mediat po raportonin për aferat ndryshme, kryeministri Është i pamshirshëm për me mbrojt. Po. Për ta, domethënë ai gjithçka, ti mundesh me ja qit tenderin Bulliqit që ja ka dhënë mikut që pen rakije mesh bashkë me ta, biznesmenit, çfarë do t'ja çet tenderin me foto, me video, me krejt, Kurti dele mbron thotë, "Ky është një fake news", edhe dele mbron njërin e vet. Sa është kurioziteti më rëndësishëm për betejën e madhe politike në këto zgjedhje? E mendoj që partitë opozitare është do shumë me investu në kryeqytet për me mujt me marrë, qoftë edhe PDK-ja ndonjëherë me marrë, se s'di besoj janë 20 vjeçash me mund me marrë PDK me marrë Prishtinën, po për shkak se çanërit kryetari i Prishtinës është goxha një farë gjysmë kryeministri. Është pozicion i rëndësishëm. Në kalumin e kemi po që kryetarët e kryeqyteteve ju në Kosovë, po edhe në botë kryetarët e kryeqyteteve tani garojnë për kryeministër. Është rruga. E kemi bojë sa Mustafa që për kryetarët e kryeqytetit do bëhë kryeministër. Mos del ke prej vetëvendosës edhe Shpenda Meti ka pas gjasa me garu për kryeministër. Pra, është një farë trampoline për me kalu në pozicione të larta, kështu që është tepër e rëndësishme kush e merr kryeqytetin. Edhe kushdo që e merr kryeqytetin me pas vizion, edhe pa qeverinë qendrore mundet me punu. Do të dridh balotazhi këtë subjekte politike me sa Unë mendoj që partinë e Kurtit nëse nuk arrin me kapitalizu fitoren në Prishtinë. Drejtën me thonë qoftë LDK-n, qoftë PDK-n, në drejtën me thonë relievin. Partia vetëvendosëve që është fituese e këtyre zgjedhjeve. Pra realisht me Jo thonë e shinit si të tillë. po me numra. Po. Domethënë ka marrë 3 komuna të sigurta, të 4-ën e ka në cev për me marrë, edhe mund të marrë edhe një 4 tjera. Kështu që për një partie që është kritiku publikisht që ka me met, ma këtë se PSD-ja, Gjatë zgjedhjeve. gjatë zgjedhjeve, është një partie e cila mundet me dali në fund me 8 ose 9 kryetar komunash, kështu që kur i kontrollon 8 ose 9 kryetar komunash përfshi këto komunat e rëndësishme si Podojeva, Gjilani që nuk janë për me bëj hajgare me to për shkak të investime dhe popullatës që e kanë. Kështu që mendoj që vetëvendosa që tash është në situatë ku mundet të më relaksu se ka fitu. Partitë e tjera do të nda me këto komunat e mba, po do fitoj pa balotazh Ferizajn Duriqi. Pret ndoshta, nuk dihet. Prizrenin mundet me e majt. Mundet 2 komunat. Po dhe mundet me hup. Po dhe mundet me hup, se askush duket që nuk ka siguri nga rrezidyt i votimeve. Për shkak se të parashikimeve është mirë nga këtë punën e parashikimeve me nal, se herën e fundit. Sidomos zgjedhjet lokale. Gjithë zgjedhjet dillën e kaluar me horin apo me këto sondazhe. Horin apo domethënë sondazhet ja kanë huq për ka 6-7%. Po margjinë e madhe e pa lejueshme realisht këtyre gabime, po ka dyshime që edhe mund të jenë manipuluar votat e tjera, mbasi njerëzit kanë thënë. Që ne kisha pas pak probleme me thonë këto, sepse nëse fillojmë me ngrit dyshimin KQZ pa prova. Mbi alodimet, po tham që janë publike. Për shkak se, a di për shka Ridvani nuk kanë probleme me menu që KQZ ka pas prekje, edhe në manipulim vota. I ke pas 100 prokuror. Që çdo klasë, jo veç çdo vend votim, po çdo klasë i ka ra që spaku 3 herë në ditë ka hini prokuror. Nëse janë vjedh votat në synë të 100 prokurorëve, janë gjithë ndrynjën shtetit. Zgjedhjet ishin me standarde. Ishin fair. Kur të mund dikush do të më pranu që fair o kon. I çdo standarde të lirë demokratik ku u siguruan institucionet zbatuese të ligjit edhe KQZ-ja vet për respektin të votës së lirë. Për çata po thon, me ngrit dyshime për kushdo që ka dyshim janë për prokuroria. cilësinë e zgjedhjeve është me i ra prokurorisë dhe KQZ-s. Në nivel vendi, zgjedhjet respektuan standardet e lira demokratike. Kushdo që ka bërë manipulim vjedhje votash, me to duhet adresuar. Pra po them edhe për dyshimet e bazuara. Edhe për manipulim të votash ka qenë kohë e vështirë. 100 prokuror kujdestar, 5000 polic për me i rujt. Çana duhet më shumë veç me pasqit nga secilës votim ka i kamerë online. Po them dyshime të bazuara duhet të reagojnë prokuroria, siç ka nisur mbase me madje edhe për çdo llaf ka nis hetem ata. Që është mirë. Është mirë, po. Për ta siguruar qytetarin që vota i ka qenë. Ne vetëm pranu gjuhën e opozitës që kur pi hub zgjedhjet, realisht po ngritash dyshime për dallavere, po bëhem si modeli Sali Berishës. I hub zgjedhjet u prek KKZ-ja, ka një herë dush me pranu, i ke hub zgjedhje, s'ke mujt me majt një komunë, fush Kosovën s'ka mujt LDK-ja me majt se 25 jetë e ka.
Duket që nuk është Është vaktin me hu. për demokraci. Është shumë e dëmshme për demokracinë. Por në demokraci po ashtu ka rëndësi betejë politike, apo? Kush është kandidat, kundër kandidat, kë bindi njerëz më shumë duriqe etj. Tepër, ama duhet kanë edhe me rujt edhe për këtë pjesën e shtetit. Se dy institucione kredibile që KQZ-n edhe prokurorinë e policinë, s'është mirë me i prek me që ka pas vjedhje të vota, vërtet. Se pe prekun vetën. S'ka rëndësi më vetë vendosja asaj. Akuzat modeli që përmendën mbase të llojit Berisha style avden me dalë. Këta komprometu çdo situatë kur vetë je humës. Partinë e Zotit Haradinaj si e pat të zgjedhje? Mendoj që mirë është majtë në zgjedhjet lokale, për shkak që në zgjedhjet nacionale ata veç u pa që nëse mos ishin me Limajin bashkë, nuk do ta kalonin pragun. Por që në zgjedhjet lokale është majtë mirë. Çka kam vërejt në këto zgjedhje në përgjithshme është që me në mëdhajve ja u kanë thënë hund votuest. Me një mëdhajve? Po. Që ke pas dy kryetarë që kanë qenë super me në mëdhaj, e ke Gazmet Muhaxherin, që ka përdorur edhe kësi fjallë që mu më marrët ashtë sa e s'ka përmoshtime mu, ose Ardian Gjini që ka bo hajgare me kondër kandidat, dhe më do njën i LDK-s tjetëri AK-s, e në konë super me në mëdhaj gjatë fushatës, edhe të dy t'i kanë thuj hunt edhe në shkun balutash. Nuk ishim pritet që mund të shkonin balutash. Të dy t'i në konë super të bindun që e kalojnë pa balutash. Votuesi goditi këta. Votuesi nuk ta toleron që të fargjuan lotëme si të Gazmet Muhaxherit që kanë eksplicite. Befasi ka qenë ky i Mitrovicës si PDK-s Arjan Tahiri që doli këtë si funi vonë publik. Po, si edhe mediat e kishin të paqartë të artikulonin mbas. E media në Prishtinë. Po. Se në Mitrovicë njerëz Arjan Tahirin realisht e kanë pas si kryetar që kohë gjatë. Domethënë nga shikimi jon po themi Prishtinës nuk votuesi i Mitrovicës Arjan Tahirin e shes si kryetar kohë gjatë. Votuesi i PDK-s. Për shkak se Bedri Hamza që ka fillu garën për kryeministër edhe këtu, realisht pak sa u tërheq për menaxhimin ditor të Mitrovicës jugut, edhe ka qenë në Tahiri ai që ka menaxhu komunën. Ka qenë kryetar kujdestar që një 2 vjet. Si në kapacitet në kryetarit. Gjithat investim politik dhe jo vetëm politik, duriqe që bëri kryeministri Kurti në mandatin e rregullt, edhe tani fokusin që ka kauzën Veriun e tjera. Po humbi Mitrovicën, si do të përkthehet kjo? Ai e ka njëjtë, pra po them se mbi këtyre partive opozitare se kanë prit që të gjuhë, po pi Kurtit e pras gjuhën Berishiane. Se Sali Berisha se kanë thënë mi kanë vjedh votat në balotazh, domai nuk e ka probleme po këtë akuzë. Sa nuk e ka probleme hin betejë me rajt për në sistemin prokurorial, sistemin. Nëse humb Mitrovicën e Jugut, pitina kur gjë më pak se Sali Berisha nuk pras. Në don konferencë më thonë i kanë vjedh PDK-ja, i kanë ble. Ky lloj diskursi. Po nuk pras kur gjë më pak pitina. S'pres se e pranon humbje. Në këto zgjedhje, në 9 komuna fitoi lista serbë një entitet politik në kontrollin direkt të autokratit Vučić. Po. Një komunë, siç është Klakoti, do të shkojë në ballotazh afër vitis, një komunë e re krijuar me proces decentralizimit. Në syt e jashtë mund shihet për numër statistikisht lista serbe si fituese e këtyre zgjedhjeve. Jo, për shkak se në 4 komuna të verina e kem ditë që herën e kaluar kur pat gjysmë mandati zgjedhje. Nëse shikojmë me numra, po them, në raport me partitë e shqiptarëve. Në raport me shqiptarë, po në komunitet edhe numrat matën në ryshe. Për shkak se ata janë komuna të banuar me serb dhe arsyeja pse 2 vitet e fundit nuk i kanë pasur në kontroll këto 2 komuna ka qenë për shkak që ata i kanë bojkotuar zgjedhjet, por s'kan marrë pjesë, për shkak se ata s'kan mujt me fitu. Se sa janë marrën pjesë lista serbske fitojnë, kështu që nuk shoh kur gjë fituar të listës serbske. Ata veç i kanë kthy vendet e zgjedhjet e rezultateve në 2014-s, 15-s e tutje, për shkak që popullata atje nuk ka zgjidhje tjetër. Ne kemi pasur që ndalë fare parti të vogla kanë herë si partia e Jablanovicit, ose partia e ministrit tash që është edhe nën kryetari i kuvendit, po nëse ka herë sidomos nuk ja kanë ndihmuar votat e shqiptarëve, ata s'kan mujt me kalu as prag minimal për me konë. Kështu që komuniteti serb në Kosovë nuk sheh parti tjetër. Parti tjera mund me konë emra në KQZ. Tash po du me bo krahasim se njerëz tani po dëgjojnë me komente negative, po sikur na në 90-at që liberal si do të shoh. Në 90-at kena mujt ndoshta në 24 parti me pas, u kanë partia republikane, bolli kombëtar, parlamentare, krejt. Pa i LDK-ja u kanë përfaqësues shqiptarëve. Shumicën ata kanë bërë. Po në këto 4-5 vite dhe jo vetëm në këto 4-5 vite, nga 2013 kur lindi ky entitet politik e tutje që filloi të s'ka pas pluralizëm të serb më kur. Po prandaj këtu po them, sa kishte më qenë
e rëndësishme për Kosovën politike. A është Me çka mi marru? përgjithësi e shumicë, si do të qoftë, Pisar, që të kujdeset krijoj momentum pluralist politik. Është përgjithësia e shumicës, po më jam mundsu. Qytetarët e vet, pavarësisht a janë serb, a janë turq, a janë bosnjak kështu më radh. Është përgjithësi. Ne kemi modelin e Maqedonisë të Veriut, ku i kemi 25% shqiptar. Statistikat atje kanë ardhin me gëny, për shkak se bëhen që bëhen pi pjesës bullgare, po shqiptarët janë 25% në Maqedoni. Po megjithatë atje ka pluralizëm politik. Për shkak se edhe shumica atje kujdeset që herë me bashkëpunu me një parti, herë me bashkëpunu me një parti tjetër, po e shohim që në Maqedoninë e Veriut, në Maltëzi që ka një popullosh shumë të vogël, ka në loginë të Pleshevës, ka një farë pluralizmi politik të minoritetit shqiptar atje. Serbia kontriboi për atë pluralizëm, por është në traditën e tyre të funksionojnë si. Në Maqedoni për shkak kontribon shumica. Maqedone për me pas pluralizëm të shqiptarët. Se herë bashkëpunon me një parti, herë me tjetër, varësisht që shigjon interesat ekonomike të ndamjes pushtetit. Ndërsa na në Kosovë, drejtë më thonë, s'kemi kontribu as. Në gjithë këto vite, ai dashur që nga tavulina shumica shqiptare udhëhes tani, jo vetëm këtë qeveri të fundit, po edhe në qeveritë e mëparshme, tua heqin serbëve këtë ardhmë, nëse mund ta them, të vetë viktimizimit, këtë instrument kontrolli direkt që bën Serbia mbi ta politikën, mbi raporte korruptive. Unë jam i friksuar Ridvan që përveç që politika ka pas rol në këtë kuptim që mi homogenizu serbët në kuptimin të i bon, të i sulmu, listën sërbska direkt që është dashur me sulmu për shkak se kryetari real i tyre Milorad Dojici është krye terrorist, po pastaj tu i shti krejt me një thes, edhe tash kur të sulmon njërin s'len as vend për dialog, do mi friksuar që si shoqni por shosëm çanena. Ka ky lloj diskursi. Ka ky lloj diskursi sa me pakit ndamjen strikte serb dhe të tjerët. Domethënë serb me i pasi secili prej tyre për pas nëse thotë që Kosova Republik, veç me çata me bollaf. Kosova Republik kena me gjithë shumë pak serb që kanë me thonë. Reformi për Kosovën është atë kompleks, rezultati i kompromisit ndërkombëtar ku perëndimi hyri garant para botës tjetër që nuk ishte e gatshme tani Kosovën është nuk e lëndë siç është Rusia, Kina. Për një model demokratik, një model ku funksionon pluralizmi, ku funksionon liritë dhe drejtat e individit dhe ato kolektive. Mbi këtë model dhe lindi Kosova. Ishte edhe aleat në kohën e UÇK-s Duriçi. Mbi këto principe u ndërtu raporti aleancat. Dhe duket që sot në shikimin e jashtëm Kosova, fakti që është në masa ndëshkuese nga Bashkimi Evropian, u ndali dialogi planifikuar. I na leçet për Amerikës. Leçet që më thonë. Diçka, megjithatë, kur çonë në gjest ta shikojnë veten se ç'po ndodh me neve. Kujt nuk i bën përshtypje kjo punë Kosovë. Nuk duket që kërkuj nuk është ka i bëhat vonë, domethënë. Madje as partive opozitare, as partive në pushtet, as shoqënisë civile, madje kohën e fundit në kampanjë që janë ka prodhohen edhe asi gazetarë të shtetit. Domethënë ta çojnë mallin në një farë dreçuni, ai dreçuni që ka qenë gazetari Miloševićit, to gazetarë që ka krijuar të thonë që veç çka thot shteti është e vërteta. Domethënë që ky është përveç politikës ne jemi karshos më si shoqni. Ne kemi pas një rast konkret. E pam në video në veri ku kfori apo ke policisë, hajde, hiç kërrat piktuhit edhe bajo. Edhe javë hjeki kërrat pe ulës të vjetër. Është e mirë, nuk është e mirë, po ti si gazetar e raporton. A diçka na ndodhi? Na jemi vend liberal. Ka qenë atëherë një varg njësie e verifikimit, të lajmeve që e pat angazhu Facebooku, na detyroi me ndryshu tekstin edhe me thonë që deklarata e zëdhënësit të policisë ka kështu. Tha nuk na ka thonë hiç, no? Po si kfar, po dojna me bëni foto, apo hjek një kerët piktuhet, si të bojna na një foto. Edhe u deshna me ndryshu lajmin për shkak të gazetarëve të shtetit, me ndryshu lajmin edhe realisht me rrajt. A e vërtet ajo është që kfori apo i ke bano. Po këta menun fillon me kriju situatën që nëse zëdhënësi e policisë thotë diçka, është e vërteta absolute. Kosova vend liberal. Një investim i madh i komunitetit ndërkombëtar. Ashtu shkatërroq kjo ide. Dëshirës tonë që funksionojmë në këtë habitat liberal, ku metat kanë lirinë e vetë të mendimit, pavarësisht ta. Është ka shumë kafune që kanë në vend. A është të kërcënuar këtë? Të kërcënuar për dy palëve. Pikë pale kemi një palë që janë me partinë pushtet me vetëvendosjen, që thonë kushdo që nuk menon sikur na, edhe që thotë që
shtymja tutje e këtë komunitetit sërb është rrezikshme, që të fjalita prejnë atë thonë që ka pagu për Beogradit, edhe ki këtë pjesën tjetër që a priori kundër kurtit që s'mujnë as që të fitore që e patë në zhjeve lokale m'ja pranum, që sh'ja pranum na që ta është, s'mujnë m'ja pranum. Fakteve nuk fund me vik, po. Edhe, do më thonë, edhe i ki këtë anën tjetër që të kurti me Serbin, Albin Serbia, Albin Beogradi, edhe të dy partë thjesht janë ka kryojnë dë farë milion sa në Facebook që kanë, nëse javë në shtin inteligjencën artificiale, kanë me bo betejnë në veti, po në fond, realisht nuk përfatëson realiteti. Nëse shohim modelet ndryshme të shoqërisë, Amerika është referencë si civilizimit perëndimor. Dhe natyrisht si referencë ka shërbyer dhe shërben edhe për neve si leksion se si duhet të tablohet, konsolidohet një demokraci liberale, më fort, më rezistente ndaj kujt do qoftë që ndërhyn në mjedisin e përgjithshëm, jo vetëm politik. Please, hello. Excuse me? Excuse me, please. Excuse me. Sorry. Sorry. Po, betëm. Po, Amerika është referencë për ne, e zhvillim edhe perëndimi në përgjithësi. Perëndimi vetë ka kaluar në për çdovar fazë të ndryshme, edhe me të shëmtuara se këto kem pasur me revolucione. Watergate ndaj Richard Nixon kur fitoi në gjykatë supreme, betejë për principin kryesor të lirisë, demokracisë, lirinë e shtypit, me cilën etrit ton, thanë gjykata e lartë ka luftuar, është në rrënjët tona, dhe duket që do të mbesmi në terren të vetëm, pa mbështetje edhe nga zërat arsyeshëm, qoftë politik, qoftë jo politik, për ta mbrojtur këtë princip. Mendoj që liria shpresë është ka rrezikuar si asnjëherë më parë, për shkak të kësaj farë idesë edhe shtynë minionca që janë krijuar në Facebook, edhe në rrjetet sociale që ty realisht edhe pse Facebooku s'është vend real, ty demonizojnë. Domethënë që kjo fushata e egër që krijohet, ta gjojnë një foto me dikon atje, ta gjojnë një takim që e ke pas me dikon, një deklaratë që e ke dhënë para një 15 vjete, pra që ke farë me gërmuna për bërllog, edhe veç me ta marru një kësi. Ka njerë ideja nuk është më veç me arë me të kërcnu me tonë mos falë, Lidvan ose Visar. Ideja kur ty ta krijoj narracione që ti pe mos me guxu nesër me dalë në rrugë, pe budallëve që mundin edhe me krye akt, ta bën në një farë forme të edhe dikur me thonë, a diçka, it's not worth it anymore. S'ja vlen për me ushtym për liri të shprehjes, për shkak se çike popullat nuk po doj ka liri të shprehjes. Çike popullat po doj ka mungi narracion për propagandë. Fakti që 51% 2021, 42% e dojnë që të lloj narracioni për hajër e bashën. Pse unë kam nevojë me rreziku mirëqenien tem, edhe stabilitetin tem si çike tjetër, për një popullat që don propagandë. E shet që nuk është ka ndodhur zhvillim, po megjithatë mendoj që është ka ndodhur zhvillim, po në Kosovë kemi një popullat që realisht nuk e don të vërtetën, po e don një farë rranë tamël. Ja dhon një rranë që pumër që s'ka por zhvillim këto. Nuk do të hequr dorë asnjë nga drejta për shtypër fare. Po ka janë nuk ja vlen. Ka janë nuk ja vlen se ti nuk dilema, sa duke se i lodhur nga ky narrativ, nga ky lloj diskursi gjysmë po them figurativisht vrastar që bën rrezik ju personalisht jeni viktime e këtij lloji diskursi. Po eksakt, po ideja është që kanë a ja vlen. Nëse krejt popullata dojnë me kanë të rram, të gënym prej pushtetarëve, pa dallim, qoftë opozita, qoftë pushteti këtu, për kanë kemi me kallëzu të vërtetë. Betejën. Një zhvillim i pasakon ndodhi në Mitrovicë, një kontingjent i trupave të forcës së sigurisë së Kosovës, gapimisht thanë se hynë unisin për në veri, dhe pati një polemik. Pa nevojshme. Pa nevojshme. Deri në përmosat e llogaridhonin ndaj FSK-s, e kuptoj që por duket që si njëra edhe pala tjetër po shkojnë në ekstrem. Çato që tasha më. Se të sulmohet FSK-ja për diçka, ndoshta vlen për analizat brendshme e bën me urdhra politike apo nuk e bën, po për inspektoratin e FSK-s vlen, po jo për debatin politik. Publik brez, nuk është banale. Po banale që punë. Me bë FSK-n target të sulmeve ta zënë. Për çamë më për atë incident ndjeshet është pikë spore banale çka ka ndodhur. Po ka mujt buk falësh ka mujt me kon gabim teknik. Po. Mos më ditë, unë na djam të mëra në veri pa e lajmë nuk folin.
Se tashmë veç është e stabilizuar që është fakt që ti s'mundesh me shku në veri pa e lajmëruar. Se ti jepet shans një Serbie jo miqësore. Herën e fundit kemi Bën funksion gjithë mekanizmat e propagandës. Kohën e fundit kemi pas vetë viktimizimit. E vërteta është që nuk kanë pasur për qëllim shkrim. Ose e vërteta le të hetuat nga inspektorati. Inspektoratit i profesorët. Mendoj që kanë banale, që është komentuar publik, ka plot sana që ndodhin mana ushtrisë, mana policisë, institucioneve të sigurisë që nuk do të më dalin publik. Janë do gjana që nuk ish dashur mu mediatizu. Nuk do të më dalin publik, për çata dhe numërohen ligji i numërasi sekrete. Edhe rrugtimi i ushtarëve të FSK-s konsiderohet, domethënë rruga e tyre konsiderohet sekret. Ose komunikimi për çështjet e operacioneve speciale inteligente. Mënyra si që operon FSK është sekret, agenda e tyre është sekret. Po të dinë të tjerë. S'ka nevojë Serbia me mësu përmes lajmeve dhe statusa në Facebook të pushtetarëve të opozitës se ç'ish bëhet rruga e FSK-s. Ose ta përdorin ato për vetë viktimizim, objektivisht. Serb ta përdorin për viktimizim. Po ne lista serbska si partia udhëhequr për ne kryeterroristë. Sa i vazhdon se ne udhëheq. Se të ushqehet ky narrativ, sakt. Po vazhdon me bot sakt. Lista serbska për momentin është udhëheq për Milan Radojčićit. Për shkak se ai vendos kush ka me kon kandidat, ai vendos që nëse mesa njerëzve për kanë me votu. Kush e ndal gjykatën prokurorin të marrë masa që të siguroj ta zëm kuadër të mekanizmave institucional nëse Serbia dhe është e vërtetë që ndërhyu në zgjedhje. Po. Përmes një raporti korruptiv duke manipuluar sert me premtime për akomodim financiar e të tjera, duke bjellur frikën se ata mund të rrezikohen nga shumica shqiptare që të shtypen e tjera tjera. Ndërhyu Vučić dhe nuk reagoi fare Bashkimi Evropian në sy tonë. Për sa do me kriju mesh më herë. E jo më prish me mesh. Është qetësuese teksa nuk shohim bëhet të jetë e vendosur për të ndërtuar pa një paqe më të sigurt. Neve nuk kanë nin mos e shoqni për vete. Domthon partisë në pushtet nuk janë nin se dëmtohet shteti, partive opozitare nuk janë nin se sa partia në pushtet e dëmton shtetin, çon edhe këta vetë dëmtojnë, do thonë që ka pas manipulime në proces zgjedhor kur i ke pas 100 prokuror, 5000 polec, KQZ si institucion teknik. Pse duhet nga një bashkimit evropian me na mbrojt neve? Po megjithatë duhet jetë mbi palët. Atje zhvillohet një proces i gjatë i dialogut bisa. Moralisht do të me kanë për mbi palët, po teknikisht ata kanë marrëdhënie tek Putina me Kosovën. Se jena në sanksione. Kjo është arsyeja thonë. Kur jeten në sanksione ki teknikisht po ta marrëdhënet me çatë mekanizëm. A duhet kalon të nheshte sy mbyllur asgjë. Kjo ndërhyrje direkte e autokratit Vučić me bandat kriminale që ende mban rrafishti që është Radojčić e tjerë, sepse sulmin ndaj Kosovës objektivisht e bëri byroja Vučićit që gjeti këta kriminal të rrezikshëm. Sulmin bajnë nuk kanë i Vučićit, nuk kanë i diku tjetër. Është byroja ti ndaj Kosovës. Ajo kanë Radojčić po se po ai nuk ka asnjë negocim, a duhet dënohet fare për të punë. Radojčićin me pas në farë inteligjencë të fuqishme që kanë shtetet. E mëdha, është me eliminu fizikisht, apo nuk po flas më veç për gjykim. Po çka ka ndodhur bën s'ka qenë sulmi i Serbisë, domethënë jo një grupi të ndam për shtetit të Serbisë, ka qenë sulmi i shtetit serb mbi neve. Po në këtë situatë pse nuk na mbron Bashkimi Evropian për ndërhyrje të tyre, është dashur me mbrojt veten. Po në çdo moment kur kemi pa që qytetarët serb po dhunohen qoftë psikikisht me SMS-a, me takime që duhet kështu, është na me ndërhyj. Nuk kanë ndërhyj partitë opozitare, nuk kanë ndërhyj partia në pushtet, se secili ka pas interesat personale. E fundit se të mbajta gjatë Duriçi. Kosova ndoshta pritet mbajë dhe zgjedhjet përgjithshme. Çato po pritën dhjetor po. Drejtimi po shkon me 26 tetor ka faktin e fundit kurti për ta marrë vetbesimin. Aktualisht zorse pritet me siguru gjatë një vota. Po zgjidhja do të jetë në të njëjtën kohë kemi edhe në gjykatë kushtetuese nga lista sebe një ankesë për ta kontestuar zgjedhjen në kryetari. Po. Çfarë pritet ndodh realisht? A mendoj që zgjedhjet janë ndoshta si opsioni i vetëm, përveç që nëse dy partitë që rrezikojnë mos me kalu pragun, kjo dhe nisma bëhen me vetëvendosjen. Sepse dihet tashmë pa dashmi demoralizu këto dy parti, po nëse shkojmë në një zgjedhje nacionale dhe këto dy nuk shkojnë prapë bashkë, po me shku bashkë, xhamati është pak i dhënë me sana. Mendoj që këto dy parti opozitare për me rujt veten që mos me dalë jashtë skenës politike nacionale, jashtë kuvendit, mendoj që mund ju bashku vetëvendosjes për mja bëhen numrat,
edhe me minoritetet tjera, jo sërbe, i ka numër. Kështu që jemi në një farë situate ku veç AK-ja dhe nisma mund me pështu shtetin pa pas zgjidhje. PDK-ja, LDK-ja nuk janë të interesu me shku me kurte. Falenderoj për kohën. Edhe juve. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.